Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 29 nëntor 2025. Dashi. Ka pak gjallëri në mëngjes, por do të bëhet më mirë pas dite. Gjysma e dytë e ditës më mirë se e para, kushtojini vëmendje vetëm verbimeve të dashurisë, mos lini të caktuar për të pasigurtën. Demi. Ditë e shkëlqyeshme, e kuptoni që është më mirë të kesh keqardhje. Kaloni me guxim drejt aventurave të reja. Dashuria kthehet, ju duhet të hapni dyert për fatin. Binjaket. Ditë interesante, situata të mira lidhur me kontaktet me qytetet e tjera. Marrëdhëniet që lindin këto ditë janë të bukura. Gaforja. Një mbrëmje e qetë dhe e këndshme. Për fat të mirë ju jeni të mallë ndaj disa llojeve të shqetësimeve. Mbani lidhje dhe bisedën me të gjithë. Luani. Jeta në çift është më pak e shqetësuar, por duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur javët e fundit. Ka pengesa për të kapërcyer, veçanërisht ato ekonomike. Virgjëresha. Ju jeni i trazuar dhe nervoz, nuk dukeni të lumtur me atë që bëni. Dashuria kërkon më shumë vëmendje. Peshorja. Kushtojini vëmendje investimeve, mos bëni gjëra që nuk i kuptoni dhe nëse keni kohë, studioni pak më herët. Një ditë e mbushur me gjëra për të bërë është e mundur. Akrepi. Një periudhë kaq frymëzuese nuk mbahet mend për një kohë të gjallë. Ditë e këndshme edhe për të nisur një aventurë apo për të jetuar një ndjenjë ditës. Shigjetari. Marrëdhëniet me të tjerët sot janë më të lehta, nëse zemra juaj është dërmuar, tani jeni kthyer në rrugën e duhur. Me fjalë të tjera, është e mundur të kuptohet nëse ja vlen të bësh një zgjedhje dashurie. Britsjapi. Ju keni një tendencë të dëshironi të kontrolloni gjithçka, ky mund të jetë problem. Kujdes për ushqimin. Ujori. Në shumë raste duhet të marrim përgjegjësi për fëmijët dhe në disa marrëdhënie dashurie. Kjo ditë fshet disa kurthe që kapërcehen lehtësisht. Peshqit. Këto ditë është më mirë të vëzhgoni se sa të veproni, është një mundësi për të vendur idetë tuaja në rregull. Ata që kanë mbyllur një histori nuk duhet të mendojnë më për të. Ata që jetojnë së bashku ose martohen, e bëjnë këtë pa detyrim për të jetuar në heshtje. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.